Përshëndetje miq. Sot do të ndaj me ju një libër të cilin e kam lexuar vite më përpara, por që jam rikthyer disa faqeve dhe në këto momente. Si të jetosh kur një person i dashur i juaj ndron jetë, pra largohet nga kjo jetë. Është në anglisht, por do përpiqem një moment ta ndaj me ju dhe uroj që t'ju ndihmoj sadopak dhe të gjeni disa grimca paqe dhe pozitiviteti. Kjo vlen, kuptohet, largimi nga kjo jetë nuk është vetëm për ata që janë të sëmur. Largimi gjithmonë është i dhimbshëm. Por ndihet dy fish, sepse ke vuajtur gjatë kësaj kohe që ishe në këtë jetë dhe të dukej sikur ky person tashmë kishte ndruar jetë ose ishte larguar sepse nuk ishte më aty, nuk të njihte, nuk njihte vetveten, kishte harruar të gjitha ato veprimet për të cilat i atriboje ose i jepej ky emër. Pra, nëse është një nën, një baba, një motër, një vëlla, nuk e di domosdoshmë personi që është sëmur nga kjo sëmundje, nuk ka më atë rolin fatkeqësisht sepse kthehet në rolin e një fëmije të vogël për cilin ne duhet kujdeseshim. Në këtë paragrafin këtu, po përpiqem ta them me fjalët e mia, thuhet që disa herë ose shpesh herë ne nuk mund ta transformojmë këtë dhimbjen e largimit, pra zin apo vuajtjen, vajtimin që ne kemi. Nëse vazhdojmë të besojmë që njerëzit që ne kemi dashur kanë vuajtur tmerrsisht gjatë jetës tyre. Kjo dhe mund të jetë e vërtet, por nuk është tërësisht e vërtet. Sepse ka pasur disa nga ato momente kur këta njerëzit tanë të dashur, edhe tuaj, nuk kanë vuajtur, por kanë qenë të lumtur, kanë gëzuar shëndet të mirë, e kanë jetuar dhe shijuar jetën. Dhe ne duhet përpiqemi të kemi një pamje apo kujtime pak më të balancuara, më të peshuara, duke rikthyer në memorien tonë ato momente, edhe pse mund të ketë qenë sadopak, po të lumtura, të gëzuara, me plot të qeshura. Sa më shumë ju të reflektoni në këtë pikë, kjo mund t'ju krijojë dhe një farë lehtësie në atë çka po ndjeni. Pra të përpiqemi të fokusohemi te ana pozitive e situatave, aq sa është e mundur, sepse unë e kuptoj që çdo ditë është një sfidë e re, dhe kjo sfidë e re shkakton edhe emocione dhe ngarkesa të shumta. Uroj ta kaloni sa më lehtëshëm ditën e mirë.